Prindërit tani janë heronjit më të heshtur të jetës sonë. Ata punuan ditë e natë, shpesh pa u ankuar, vetëm që ne të mos na mungonte asgjë. Shumë herë ndoshta nuk e dinin si ta thoshin të dua, por çdo sakrificë e tyre, çdo natë pa gjumë dhe çdo ditë pune e rënd ishte një të dua i fshehur, më i madh se çdo fjalë. Ata u sakrifikuan që ne të shkolloheshim, të visheshim më mirë, të mos na mungonte buka në tavolinë. Dhe shumë prindër lanë ëndrat e tyre pezull, vetëm që ne të kishim mundësi të ndiqnim tona. Shpesh harrojmë, por gjithçka që kemi sot, çdo hap, çdo arritje është fal tyre, sepse ata ishin dhe janë mbështetja jonë më e fortë. Dhe prindërit nuk kërkojnë shumë, vetëm një telefonat, një përqafim, një fjalë e thjesht faleminderit, që u ambush zemrën më shumë se çdo dhuratë. Prandaj kush i ka ende pranë, le t'i vlerësoj, le t'i përqafoj, le t'u tregoj dashurinë pa pritur ditën e nesërme, sepse nënë e baba kemi vetëm një herë në jetë. Respekt dhe mirënjohje për çdo nënë dhe baba që punojnë në heshtje dhe dha gjithçka, vetëm që ne të ishim më mirë.